rinjtë në përbot po flasin, po organizohen e po reagojnë për tematika të ndryshme. Keqeverisja, ambienti, papunësia, të drejtat e njerëzit e barazia gjinore. Aktivizmi shpesh po ndodh edhe online, me postime e reagime në rrjetet sociale. Po çfarë do të thotë të jesh aktivist sot në Kosovë dhe sa ka ndikim real kë? Të ftuar në Equal Voices podcast sot kemi Avi Gashin, udhëheqës i organizatës rinore Youth Center Drenas, me cilin do të flasim për përvojat e tij personale me trend si organizatë rinore dhe aktivizmin e trendeve në Kosovë. Unë jam Agnesa Qorri Beqiri dhe tani po vazhdojmë bisedën me Avin. Avi, mirë se erdhën në Equal Voices podcast. Ne po fillojmë me pyetjen e parë ku kemi me fol se ku flasim na për aktivizmin të trend në Kosovë, në cila tema ju intereson aty në të angazhuar më shumë, ku ka interes edhe ndoshta me çka merren më shumë këtë pjesë. Okay. Fillimisht faleminderit për ftesën edhe për mundësinë me kontribu në këtë seri të diskutimeve që e keni nisur. Për mua është gjithmonë kënaqësi edhe nder me kontribu opinionit publik sado që mundemi me angazhimin edhe përvojën tonë. Interesimi të rive për aktivizëm qytetar është një temë shumë e mirë, edhe me diskutu edhe me mundu me nxit të rit. Kur gjithmonë të aktivizmi qytetar është një diçka që na e bojnë një si pyetje gjithmonë çka po përfitoj unë prej kësaj. E mendoj që shpesh disa organizata jo qeveritare të përfshi edhe veten jemi mundu me i tregu përfitimet të aktivizmit, për shembull të thonë përfiton një aftësi të reja, shoqëri të re, edhe kemi harruar që realisht nuk ishim dasht me nxit përfitimin në këtë formë, ishim dasht me bisedu se qysh aktivizmi qytetar nuk duhet me u pa prej prizmit të përfitimit personal, por prej prizmit të përfitimit kolektiv. Sepse nëse veprojmë ose na nuk veprojmë ose nuk veprojmë ndaj një çështje të caktuar, problemi që ekziston është aty. Nëse na ndërmarrim një hap, ajo ka me u rrit, ka me u zgjidh, ka me u bë më mirë, ka me u shqyrtu problemet paktën, me ngrit zonën. Ndërsa nëse nuk flasim hiç, problemi ka me ekzistu aty dhe në fund ditës na e vështirëson jetën neve qytetarëve. Nuk mundemi me prit që nëse unë jam mirë, tjertë duhet me konë mirë, ose me interesu vetëm unë që jam si individ, sepse na rrethohemi prej shoqënisë, rrethohemi prej njerëzve që jetojmë, shpesh flasim qysh po njihet një farë energjie depresive në shoqëni, kur atë në përgjithësi edhe nuk po e trajtojmë këtë. Kjo na ndikon edhe neve të rrethora, sado që tu fillu prej njerëzve ndoshta që janë shumë të pasur edhe i kanë shtëpiat në një lagje të caktuar. Mirë bre, po ti s'mundesh me burgos jetën tonë dhe me zhvillu gjithçka mbrana asaj lagje. Ti ki me dal jashtë, ki mu përballë me një grop, ki mu përballë me një mbeturin. Kanë me tarë disa punëtorë që nuk jetojnë ashtë në qatë lagje në pasurve edhe vinë prej një venit punës ndoshta si ka ardhur autobusi me kohë, ju ka bune pa drejt edhe nuk është energjia, motivi njëjtë. Prandaj për shumë probleme shoqërore duhemi me e panë që të prizmin e aktivizmit që jo me përfitu personalisht, çka po përfitoj unë. Prej besimit, se s'po du me zgjatë shumë, po unë jam katolik me besim, edhe neve Krishti na mëson që çka e bën të mirë dora e djathtë, e majtas duhet me pa hiç. Edhe na duhemi me pa që të kontekst kur flasim edhe për aktivizmin qytetar, se s'po du me u dok si prish, po du me marrë mësime që na i kemi edhe prej fesë, edhe prej traditave shoqërore, që në momentin që ti merresh me aktivizmin qytetar, në atë moment ti je të përfitu. Dhe përfitimi është çajo që një problem ma pak në shoqëri nëpërmjet aktivizmit qytetar. Nëse s'merremi, atëherë sigurisht që s'ka me pas. Mandej është edhe aspekti tjetër që në aktivizëm që e përmendin trit për shembull ose njerëz në përgjithësi, jo po kë po për filan fisteku po përfiton se po mirë një organizatë jo qeveritare që e udhëheq një trup, një sistem, një zyre me projekte, me krejt, sigurisht ai duhet me u pagu dhe na duhemi me qenë falenderues që megjithatë ka një financim për këta persona që e ngrisin zonën vazhdimisht shoqëri, edhe që nuk hekin dorë me dalë protest një herë në mujt ose një herë në vit kur ty ta kanë organizuar çata njerëz që paguhen. Dhe nëse sinqerisht po mendon që këta po përfitojnë shumë, ligji për lirinë e asociimit e lejon të gjithë njerëzit me qenë një organizatë, urdhënoni, hapeni,
po mos ta ngulfasim aktivizmin qytetar prej qyteprizmit shumë egoist, personal, të këshyr kush po përfiton, po hajde të këshyrim qysh mundemi mu bo bashk që me përfitu sa ma shumë në mënyrë kolektive, pra me pas sa ma pak probleme shoqërore. Shumë e rëndësishme që të cekë këtë pjesën e përfitimit, po përveç kësaj ndoshta cilat janë temat me që ju merrni me trinj si organizat, cilat janë temat që aty ju interesojnë më shumë. Nganjëherë kemi ndoshta tema që janë shumë e rëndësi për interesin publik, po që trinjt veç nuk kanë interes ose nuk janë parë në rrjedha. Edhe temat është me rëndësi me diskutu pikërisht në kontekstin e aktivizmit qytetar. Sepse temat ndryshojnë prej gjeneratës në gjenerat. Dhe secila gjenerat duhet me pas të qartë që i gëzon disa përfitime, disa benefite që vinë një shoqërore, për shkak të aktivizmit të një gjenerate paraprake. Dhe ju gjenerata aktuale përballet me disa probleme fal aktivizmit të këtyre gjeneratave paraprake. Pra, secila gjenerat e ka një obligim të gjeneratës për me qenë aktivisht i angazhuar në shoqëri. Nëse Ademi Ashari është angazhu si qytetar, aktivist, Ademi Ashari ka qenë aktivist qytetar, është angazhu me çliru Kosovën. Ka qenë një gjenerat tjetër që janë angazhu mandej me ndërtu Kosovën në formatin e institucioneve, partneritetet ndërkombëtare, me sjell pavarësinë. Gjenerata ime, unë jam në 94, gjenerata ime është angazhu në luftën kundër korrupsionit, luftën kundër nepotizmit, kemi kërku transparencë, kemi kërku llogaridhënie dhe fal këtij angazhimi, Kosova brenda ma pak se 25 viteve ekzistencë në sensin mas luftës, ma pak se 10 vite pavarësi, kam rri me ndru pushtete. Kjo për një zhvillim shoqëror nënkupton shumë. Prandaj sot shumë të ri i gëzojnë benefitet siç janë për shembull bursat studimore, siç janë për shembull 1000 euro marrin bursë për Universitetin e Prishtinës. I gëzojnë benefitet tjera qoftë në transportin publik, karta, konviktet e tjera. Dhe sot sigurisht që të rit disa prej problemeve që i shqetësojnë më shumë janë shëndeti mendor dhe mjedisi. Sepse i gëzojnë disa aspekte tjera që na kemi luftu për ta, edhe sot trit fokus kryesore kanë shëndetin mendor, sidomos Covid-i ka sjellë pa shumë këto probleme dhe ambienti mandena sinqerisht është temë që na del gjithmonë në çdo hap. Për mua është pak interesant, po nejse. Ndoshta më na dal patjetër se ty pa dhe ndryshimet krejt klimatike dhe çka po ndodh, mendoj që është shumë e rëndësishme që ndoshta edhe mundësit janë edhe më shumë të trinjt kjo pjesë. Se nuk është ndoshta që kujtesemi edhe shumë për ambientin në Kosovë. Fatkeqësisht jo. Për çfarë thash, për mua është pak interesant sepse është interesant, është e çuditshme çysh ambienti del problemi kryesor, ndërsa na shohim vazhdimisht veturina në brllog në rrugët tona. Haloj kemi atë çastin me u kujdes vetëm për oborrin tonë dhe jashtë oborrit, ma nuk është e jona, që kjo pyetja gjithmonë e kujna është Kosova. Unë shpresoj që gjeneratat e reja kanë me kuptu që Kosova është e jona, e di që disa gjenerata janë ndiku prej sistemeve paraprake që shteti, çka do që ka taku shtetit, s'ka qenë e pa me si e jona, po e armikut, edhe rrjedhimisht kanë synu gjithmonë me godit që ato sa ma shumë, me vjedh që ato sa ma shumë, po sot duhemi me kuptu që qysh do që kujdesimi na për Kosovën, në fund kome na u kthy neve, është e jona, e veçanërisht tema e ambientit që Bërlogu nuk nje as kufi, nuk nje as politikan, as majtizëm, as djathtizëm, e lëshon dikush në keset Bërlogut Mitrovic, ajo shumë letë përfundon në Prizren. Këto du me qenë vëdishëm, e shpresoj që gjeneratat e reja kanë me, qështë është ajo shprej anglisht, put your money where your mouth is, që nëse sinqerisht e ndinë që problemi është mbeturinat, atëherë me u angazhu aktivisht me pas ma pak. Kur jemi të angazhimi, sot po shohim që shumica e angazhimit bëhet online, do të thonë fushatat edhe gjithçka tjetër e shohim në rrjetet sociale. Qysh e shihni ju këtë zhvendosje ndoshta e përmendëm ajër gjeneratat, po e kuptojmë që ka ndryshuar pak edhe koha dhe mjetet e komunikimit edhe gjithçka tjetër, po qysh e shihni aktivizmin prej ndoshta nga aktivitetet fizike, nga aktivizmi në rrugë drejt asaj online. Edhe çka mendoni që është ndikimi real i kësaj?
Ndikimi, që për Gen Z për shembull, fal aktivizmet online, ka lind që kjo cancel culture. Tash për gjeneratën Z, mënyra e angazhimit online ka prodhu efekte, sepse kanë me rrëzu figura që cilat ata kanë mendu që nuk duhet me qenë pjesë e jetës publike. Në disa raste me të drejtë, në disa jo, kjo është për diskutim, sepse edhe kjo i ka anë të veta negative. Menoj që rrjetet sociale e kanë lehtu ma shumë mobilizimin, të më thonë, sot ma let kalon informata dhe mobilizohen njerëzit për me dalë me një protest, por është e rëndësishme me kuptu trit edhe çdo kush që nuk mjafton për politikanët të cilët ose për këndo, se nuk do me thonë aktivizmi vetëm kundër politikanëve, aktivizm qytetar mund është me bo edhe kundër biznesit, jo, në sensin që mund është me bo edhe kundër biznesit, mund është me bo kundër kryetarit fshatit, nuk është gjithmonë politikani problemi. Po ideja është që duhet me kuptu që për personat që janë shkelës të një aspektit jetës publike, ata nëse ti rrin vetëm tu anku në Facebook ose në për Instagrama, për këta është shumë mirë, se aty se kanë problem. Po pa janë zonë rrugën, pa dalë në rrugë me problematizu çështjen, me ngrit çështjen, shumë probleme nuk zgjidhen. E te trit ma shumë po funksionon aspekti virtual. Të faktën në Kosovë, se megjithatë na kemi pas shtete tjera, për shembull ki pas Serbinë që nëpërmjet prej virtuales ka kalu në fizike edhe e ka mbush sheshet me miliona njerëz, ki protesta nëpër qytetet ndryshme, nëpër vendet ndryshme të botës që megjithatë Gen Z-ja është angazhu. Po te na në Kosovë hala nuk ka mriç ajo frymë që nashta edhe s'kemi qatë shumë probleme shtyp se për menimin e tëne. Po, prapë menoj që këshillat edhe rekomandimet duhet me qenë gjithmonë që mirë, mobilizohemi ma let, informatat kalojnë ma let, por duheni patjetër me kalu ato prej virtuales në fizike. A menon që kjo, do me thonë, aktivizmi virtual, do shta po e shfuqizon pak atë fuqin e zërit të trinjve? Qysh do të ishte nëse këto aktivitete do të bëheshin ndryshe, pra? Shqyqa tash me fol prej aspektit të aktivizmit në përgjithësi, aktivizmi nuk duhet mu pa gjithmonë vetëm me protesta, vetëm në rrugë, nuk duhet mu pa gjithmonë. Duna me cek që aktivizm nga njëherë është edhe nëse ti e dërgon një email prej vendit tënd të punës për një problem, një çështje të caktuar në institucione. E dërgon një email. Kujdesesh me pa edhe 2-3 emaila, e dërgon me pa ku është problemi, a o zgjidh, i bën presion. Aktivizëm qytetar është edhe kur merr pjesë në përdëgjime publike, nëse s'mundesh me shku fizikisht, ti mundesh edhe nëpërmjet emailit me çu komentet tua, me thonë e kam lexuar buxhetin, nuk po menoj që duhet mu harxhu 50.000 euro me u ble 2 telefona, po menoj që duhet mu ndërtu një qendër rinore, për shembull. Do të thonë aktivizmi edhe në formën virtuale prodhon efekt, sepse është edhe digital diplomacy për shembull që trit mundën me përkra në formë të aktivizmit qytetar, në formë digitale, por që kur është mandej nevoja për probleme të caktuara, duhet me dalë në qytet, duhet me dalë në rrugë, me protestu, jo në qytet, po kudo ku është probleme, edhe duhet me u angazhu që thjesht me u zgjidh probleme. Mënyra se çysh arrihet deri te zgjidhja e problemit, mandej nuk duhet me u definu prej luksit. Nuk duhet me u definu prej rahatis, se luks edhe rahat është me najtë në Facebook edhe me qitë një story. Po mënyra zgjidhjes së problemit duhet me u definu prej nevojave që duhet varësisht çka është e nevojshme, nëse është e nevojshme me dalë në rrugë, duhet edhe në rrugë me dalë. Fatkeqësisht prapë duna me pranu që pak e ka zbe mënyra digjitale, se njerëz po menojnë që me një story, me një like, me një share e bona temën, po jo, prapë po them. Aktivizmi duhet me u definu prej nevojave që janë për me u zgjidh ai problem. Dhe hapat fillojnë prej një ankese në formë digjitale nëpërmjet një emailit deri te varësisht sa është rezistenca për me u zgjidh ai problem. Nëse dikush s'po don me nihet, atëherë ti del edhe e shkon edhe në aktivitete ku zhvillohen. Nuk mundet me kon një kryeministër për shembull, cili do shtet. Nuk mundet me ndodh një problem shumë i madh, e ka ai me vazhdu me majt ceremonia galla mramje, se ti dush me shku edhe që aty në galla, mi kallëzu që ti s'po mnin mu, deri sa të mnin për qëtë problem që e kam dhe të ma zgjidh, unë e kom e qenë aktiv. Para teje, po.
I përmendëm disa tema, ndërtuke edhe tema e mjedisit që tham që nganjëherë është problematika kryesore te në Kosovë, po që në anën tjetër nuk ka shumë aktivizëm, ndoshta nuk ka dhe shumë informim rreth saj. Nga përvoja juaj me organizat që merrni pra me trinjt, ku e shihni që ata reagojnë më shpejt në cilla tema? Çka aty ne ju intereson, ndoshta kanë interes për edukimin, a kanë interes për nivelin e arsimit, me u aktivizu diçka në to, apo ku janë ato pika që e ngjallën ndoshta më shpejt atë shpirtin e aktivistit. Unë e pata një status dja par djem duket në Facebook e cita, edhe thash që janë do njerëz në Kosovë që menojnë që ekzistojnë do njerëz tjerë që dalin protesta dhe organizojnë protesta. Për ta. Po, edhe thonë, hajtë se ka kush merret në këtë punë, janë që ta, aden, e nuk ka, fatkeqësisht, i shkon ashta mirë me pas një kompani që e kontrakton, i thu, del që to, sa veta, adin proteston, mledhen janë 100 veta, adil proteston se përna vynë qashtë. Po nuk ekziston një kompani që del dhe organizon protesta, nuk ekzistojnë disa njerëz cilë problemi të ne. Po, ka raste kur ka njerëz që për rrethona të ndryshme nuk guxojnë nuk munden me qit zonën e tyre pa, ju rrezikohet vendi punës ose diçka, edhe ka ne disa njerëz që nuk e kanë çat barr, e marrin përsipër çat me transmetu çat zot të këtyre personave të shkelur, edhe ti del në protestë dhe fol, e ngrit zonin për dikon që s'mundet. Ta zëm fëmijët nuk munden me dalë me protestu, s'kan zot, po na duhet me dalë me fol për të drejtat e tyre. Por gjithkusht tjetër që është i moshës, do më thonë 18 plus, po besa dhe 3-15 të tutje, kur e kanë një problem, duhet me kuptu që pa e ngrit vetë atë çështje nuk mundesh me dalë. E të na, që kjo individualizmi, që kjo egoizmi, pak e ka zbehë edhe temat për cilat dalin protestojnë. Fatmirësisht, të gjeneratat e reja, po më vjen shumë mirë, për shoh që kur bisedohet në Kosovë për vlerat e luftës, për UÇK-n, janë do tema që tritë e Kosovës nuk podojnë me i prek. Po thonë që nëse që kjo është problem, na kena me konë të partë, vit partë të frontit, me protestu, me u angazhu, edhe kjo është shumë e mirë, e kemi pa për shembull në protestat që kanë ndodhë për kundër gjykatës speciale, kemi pas shumë tri që kanë dalë në për protesta, që në gjenerat që asë nuk e kanë përjetu luftën, po këta e kanë kuptu shumë drejt vlerat e shoqënisë kosovare, e kanë kuptu shumë drejt që UÇK-ja është vlerë, e kanë kuptu shumë drejt që shpallja e pavarësisë ka kërku shumë, edhe për disa tema nacionale nuk ta falin. Edhe, mandej sigurisht, me bu mja vanullu shëtitjen ose mramjen e maturës të kollin. Që të do me thonë kuj prejk pas të interesat e veta. Po, si çdo grup tjetër shoqënor. Teks. Po nështë edhe pak e bedisime është ende i hershëm në atë moshë që më merr me tema të tjera, merr me çdo që e kanë më afër që i prejk, jo prejk çikën e ty në një farë. Po a mendon anën tjetër që ka tema shoqërore që janë shumë të rëndësishme, po për të cilat trinjt nuk flasin ose nuk kanë hiç fare interesant. Edhe pse mendon se ndodh kjo? Sinqerisht mendoj që çfarë shumë kena probleme në Kosovë, sa njerëz të kanë kriju një farë indiferencë, dyshysh jena bo njëjtë, jena mësu me të keqën, jena mësu me pas për shembull burllog në rrugat. Unë se kuptoj qysh është e mëndshme me thonë, s'moj mja thonë vetet një profesionale që duhet me vedisu dikën me dalë me hekë burllog. Nuk moj me thonë që të aden. Pajtona që mungon vedia, po është shumë mu më duket kështu parimisht gabim me thonë që duhet me angrit dikujt vedijen me dalë me hekë burllog. Se ti që aty bre po kalon për çdo ditë, po aspekti i normalizimit të disa problemeve shoqënore ka bëu që mandej trit mos me qenë, jo vetëm trit, po në përgjithësi shoqënia mos me qenë shumë e ndjeshme ndaj këtyre problemeve dhe jena mësu me të keqën. Jena mësu me hyp kerret, me shku me pi kafe, me parku para kafës. Tash kur vjen ligji biznes këto kom dash me postu kështu në Facebook, jeni grup shoqënor lypin shtet, thonë s'ka këtë shtet. Vazhdimisht e kanë gojën, s'ka shtet. Harrojnë që kur bëhet shteti bëhet për krejt. Prandaj ti nuk mundesh kur e parkon kerrin para kafës, se ki qef me pi kafe, që aty dy hapa me vo, vjen inspektorati, ta hek, ta fut dënim, edhe ta hek atë. Që to mendoj që pak jena mësu me do probleme, jena bo njejt, e që kjo pak për nëzit, për demotivon aktivizmin qytetar. Sigurisht që ka tema. Ta zëm ki komuna, mas pari, në Kosovë janë nashta 3-4 komuna prej
37 asaj kemi që kanë qendër rinore. Vetëm 3-4 komuna. Vetëm 3-4 prej 3. Po. Apo kupton. E trit ishin dashur me dalë me luftu dhe me thonë hey, na dojna qendër rinore. Qysh do këtë qendra rinore? Është një qendër që ofron kurse, varësisht çka janë nevojat. Kurse për programim, kurse për dizajn grafik, kurse për aftësi të buta, kurse për vallëzim, për ashtu edhe krejt që to mungojnë. Trit nuk dalin me protestu për shembull, nuk e ngrisin zonën. Gjenerata jam ka qenë shumë më kërkuese. E ku mendon që është problemi që s'dalin trita? Është frika, është thjesht mos interesimi, është ndoshta edhe që nuk e dinë që një komunë do ta kishte qendër rinore për shembull këtë rast. Nashta edhe nuk e din, po prap mendoj që kanë njerëzit janë kthy ka vetja se kanë humbë besimin në institucione, që kjo është shumë problem. Kanë humbë besimin që ti del protesto, thonë s'po bëhet kur gjë. Se ndin veten që po dëgjohen, ndoshta edhe Po, se politikanë po gjejnë metoda të ndryshme me shtyp çat protest, qoftë duke manipuluar në forma të ndryshme, jo e bojna, mandej po e shohim për shembull dhe propaganda të ndryshme tu thirr secili pushtet, qoftë nivel nacional, qoftë lokal, thonë 20 vjet so bo këto kur gjë, pushteti kalumi ka pas fajet, e na tash tu i po çto ja kena fillu me arsyetu këta politikantë edhe me thonë s'po munden me bo zgjidhje, na pikthehem vetës. E vetjes manena kush është një farë ligji xhungullës. Kush mundet sa të mundet me nxon. Dikush e kryen një kurs, dikush regjistrohet me një çapodi shkollë private, dikush del krejt jashtë se e ka humbur shpresën për këto. E krejt çto elemente vijnë për shkak që na jena demotivu. E shpresoj shumë që kena me gjetë mrena vetës dikon thell atë guximin, atë shpresën edhe vullnetin me thonë adin shka, s'po du në me shku me kry një shkollë në Angli, se është cilësore, po du shkollën cilësore me pas në universitetin tem, në Kosovë. Nuk po du në mi kalu 3 vjet jetës tem, tu njoftu me shoqni tre, tu kriju rrethe treja, larg familjes, pse se nuk ofrohet edukim cilësor në Kosovë, s'po du. Po du me pas në vendin tem, po du me pas besa në komunën tem, se mandej edhe njerëz mendojnë aktivizmi qytetar që bëhet veç Prishtinë. Po du me pas në lagjen tem, një hapësirë komunitare që unë kam të drejtë, kam mundësi me shku, më mbledh me shoqnin, me bën një lojë, me bën një aktivitet, një shfaqje teatrale, çka do të qoftë ajo. S'po du me shpresoj pa të thonë kë Diogardi më duket kur kanë me thonë qytetarët e Kosovës bollmo. Mjaft. Se do të më themelu një lëvizje mjaft. Edhe këtu të na në Kosovë po shpresoj që kena me gjetë diku mbrana vetës atë zgjimin kolektiv, mos me pa vetëm aspektin individual, po me dalë me thonë, po du qendër rinore në lagjen tem, në komunitetin tem, po du kurs prej komunës që ofrohet, se si kena krejt mundësit bre, nuk i kena krejt mundësit. Nuk i kena krejt mundësit me pagu. Kitin persona që kanë ashta mundësi edhe arrinë sot shiqo jemi të shku rreth ndarjes së klasave shoqërore shumë të thellë. Njerëzit që kanë pare kryjnë kurse të muzikës, kryjnë kurse të pikturave anë i kënej, edhe mas 10 viteve kemi me pa qysh personat që si kanë pas mundësit, jo më borë roktar, e personat tjerë që kanë pas mundësi me kry ato kurse, fitojnë çmime, edhe këta i duar të rëkasin këta tjertë. Menoj që këta duhet me qenë me u solidarizu me personat që nuk kanë, dhe personat që nuk kanë, nuk duhet me u viktimizu. S'kan valla, mi ka që zoti mu hjekinat, nuk ti qenë zoti hjekinat. Është aty një politikan që të anëzi jetën me mos punën e vetë, e ti duhesh me gjetë atë guximin që dele dhe i thua ati politikanit, du me ofru mundësi, edhe nëse ti e personit që sakrifikohesh për shoqëri, sepse javlen në aspekt afatgjat javlen. Qysh e thash i përmenda në fillim rastet shoqënore që kena njerëz që janë sakrifiku, kanë hupi jetën, që na sot me qenë të lirë edhe me ngrit zonën. Minimalisht që mundë me bo me ngrit zonën. E vërtet, shpesh ndonë është që politikanët edhe nuk i marrin seriozisht rinë. Ne kemi rastet edhe në përbotë, kemi Trump që Greta Thunberg e thotë që është nervoze, e papërmbajtur e tjera. Qysh mendon që shihet kjo në Kosovë? Edhe pse ndoshta në Kosovë nuk kemi pas aktivistri në çat nivel që kanë mbri, ndoshta me mbri deri tek qeveritarët ose udhëheqësit të shtetit. Po qysh mendon që i shohin këto, edhe kur ka ndoshta edhe aktivizëm, qysh e përmendë lokal, në komuna, në fshatra? A merren seriozisht apo ndoshta shpesh merren se janë tri, nuk po din hala me menu, nuk është tim, shpesh na jemi mësuar dhe më na thonë, ashta nuk është tim me rëndësi për ty se alo e kivish 15 vjetë. Tash edhe unë kom kaluar për çdo fazat që s'm kanë shpërfill politikanë të ndryshëm.
është normale të shpërfillet. Nuk është normale, po mendoj po ndodh, është e vërtetë që ndodh, ka shpërfillje. Po megjithatë mendoj që aktivizmi qytetar e ka atë tendencën me aprish rahatin dikujt. Kryesisht janë personat që janë në pushtet, pra janë në pozita vendimarrëse dhe nuk janë të i marrë vendimet cilat e prekin një komunitet saktum. Qysh thash, ka kryetarë të komunave që nuk e qelin qendrat rinore, i kanë objektet nuk i qelin qendrat rinore. E trit, nuk ishin dashur me shku me u antarësu në për parti politike e me këshirë qysh mu po mirë me kryetarin, e mos po mështenë mu kryetarit të qysh në punë, po ish dashur me thonë, na po dojna me him punë kolektivisht me meritat tona, e këto merita po dojna me e fitu nëpërmjet shërbimeve publike, shërbimeve rinore, se po flasim tash për trit. Po mane, është edhe një pjesë tjetër se gjithmonë flasim për trit sikur janë grupi izoluar. Trit rrethohen prej prindve, trit rrethohen prej personave të rritur dhe na shpesh si organizat ma shumë kemi pas probleme me prind e fëmijëve që nuk i motivojnë fëmijët me qenë pjesë aktive, se sa me fëmijët. Tash, kjo është një zhvillim social. Prind janë rrit me një sistem të Jugosllavisë, në të cilin aktivizmi qytetar ka nënkuptu edhe vdekje. Në atë sistem ka pas njerëz cilë me gjithat e kanë bo edhe vdekjen për hir të kolektivës. Pra e thash edhe ma herët, na kemi aktivizmi qytetar ka ndodhur shumë përpara Adem Jasharit në këtë sens, po masi është kujtesa më e freskët dhe kemi pas kësi raste. Sot nuk është shteti armik i joni. Nëse të shkelen të drejtat, sot kemi institucionet, gjykata tonat. Nuk është mo ai udbashi gjykatës që ty t'i jep t'i prejnë 30 vjet burg veç pse ki guxu me thonë unë s'po du shkollë në serbisht, po du shqip për shembull. Nuk është mo. Sot është gjykatësi njerëz të tonë, njerëz që janë lindë, janë rrit në Kosovë, prandaj nuk guxojmë me i ataku trit kaq shumë, por ka njëherë duhet me pa dhe sistemin mbështetës për trit. E sistemin mbështetës për trit janë prind, janë personat e rritur si unë, që nashta me aktivizmin ton e përçojna një mesazh pozitiv ose një role model se qysh mundet më konë që kjo po bojka, po bojna edhe na. E në këtë rast, prind duhet me nëj me angazhu, me i motivu trit ma shumë, me ngrit zonin për të drejtat e tëne, me luftu ma shumë për kauzat e përbashkëta, sepse qështojnë, rota nuk e dihet kur qysh sillet. Sot je nalt, nesër përfundon poshtë, e kur përfundon poshtë, manej mos thuj au kuku valla. Mos prit me ta nxon dere me besht, qështojnë. Shumë vërtet. Se kaq është, angazho përpara edhe duhet me qenë solidar. Populli duhet me qenë solidar mes vete. Prind po them duhet me i mbështet trit që me qenë të guximshëm, me qenë aktivist, me fol, me ngrit zonin për të drejtat e veta, për nevojat e veta, me qëllim që na në të ardhmen me pas ma pak probleme cilat i kemi sot. Se probleme kemi me pas gjithë, po ma pak. Ishtë ndryshme edhe në bazë të kohës. Ove biseda po shkon shumë shpejt, po afrohemi drejt fundit, ishta më pyet edhe shkurtimisht pak rreth organizatës juaj Youth Center Drenas, me çfarë aktivitete merrni, ku e keni fokusin tek rinia, edhe ndoshta një pyetje personale, çka të ka shtyr ty me u merr me aktivizmin, edhe domethënë me pas fokusin tek trend. Që kjo pyetja fundit është një podcast në vete. Okej, qendra rinis Drenas ka fokusin në edukim edhe punësim, na mundohemi me rrit cilësinë në arsim, po duke ju ofru trive mundësi të ndryshme që ata me avancu. Do më thonë, një pjesë të arsimit e marrin prej shkollave, pjesën tjetër mundohemi na me ofru që ata me pas një përgatitje sa ma cilësore në kontekst të edukimit. Mandej kemi edhe punësimin, që mundohemi me ofru trajnime të ndryshme për aftësi të buta, aftësi digjitale, varësisht sa kemi përkrahje financiare, edhe kjo gjithmonë varet edhe prej sektorit privat, varet edhe prej ministrisë ose komunave, sepse pa financa na s'mundemi me ofru që ato shërbime. Ideja është na s'mundemi me ofru
ofru ato shërbime pa pagesë, se si qendër me pagesë mundemi me ofru pa problem, po është ideja pa pagesë. Dhe një aspekt i punës tonë është aspekti ndërkombëtar, na punojmë me Erasmus Plus shumë, është programi i Bashkimit Evropian, edhe vetëm vitin e kaluar diku i kemi pas 300 përfitues që i kemi çuar në më shumë se 15 shtete të Europës që kanë marrë pjesë, janë taku me shumë tri prej vendeve të ndryshme, kanë ndërtuar shoqëtria, kanë përfituar aftësi, kontakte. Ashtu kemi pas tri që për herë të parë ka hyrë në aeroplan. Shumë tri na i kemi që për herë të parë kanë hyrë në aeroplan. Edhe nuk e din njerëzit e zakonshëm që ju duket okay, nuk e din se çfarë ndikimi pozitiv ka në jetën e atij personi. Kjo ka interesant me ndoshta me shkruaj si histori ose si artikull ose podcast në vetë me këta tri që kanë hyrë sporin aeroplan. Kemi shumë, po na kemi shumë tri, na rishtazi kemi marrë liberalizimin e vizave dhe nuk është që kemi pas. E tash kemi shumë tri që edhe normal për shkak mundësive financiare për herë të parë kanë udhëtuar jashtë një shteti, për herë të parë kanë pa metro. Kjo krejt është ndikim pozitiv që ti e bën në shoqëri edhe nesër mas nesër çajeriu kur dal në një intervistë punës ose edhe në aspektin profesional i nxitet kreativiteti, kërshëria, edhe normal që kena me pas cilësi ma shumë në si shoqëni, na do të me synu me qenë ma cilësore, me pas punime shkencore që na njihen këtë botën, me udit Kosova mas 30 viteve, 40, 50, 100 vjetëve, çka i ka dhuru botës. E na do të me dhuru botës tash inovacione në shkencë, inovacione në teknologji, inovacione në hulumtime të ndryshme, edhe si shoqëni duhet me ngrit cilësinë, domethënë si Kosovë me u njoft. Na sot njihemi për disa artistë që kanë talent, po përveç talentit duhet me punu edhe me i zhvillu aftësitë të ndryshme që nuk janë të lindme, po që zhvillohen. E çam ka shty mu? Unë e kom pas një profesor në shkollën fillore, cili gjithmonë na ka nxit neve nëse s'ta pëlqen diçka mbrana shkollës, me dalë me protestu. Edhe ka qenë profesori Zymer Krasniqi, profesori i gjuhës shqipe, jashtëzakonisht profesor i mirë, edhe ai gjithmonë na ka nxit neve, për shembull biblioteka e shkollës, kanë herë punojke, kanë herë s'punojke, ai thëke, dilni, kritikoni, ju biblioteka do të më qenë për juve. Edhe kom fillu ma ne, që me thonë pak një farë nxitje kom pas prej tij. Edhe personalisht jetoj në fshatin Llapushnik. Shkollën e mesme kom përfunduar në Xhevdet Dod në Prishtinë, mandej edhe fakultetin edhe krejt. Si njeri i Drenicës, sinqerisht e kom përjetu diskriminime në paragjykime, të më shkeljet që mu kanë bo kështu drejtave të njeriut që me njëherë mas luftës kanë qenë luks. Edhe tu i pa qëto pa drejtësi, edhe në kontekst të mundësive që ofrohen, kom thonë adin shka, nëse minimalisht nuk po moj une direkt mi ofru që ato mundësi, pra në fillimet e mija, kom thonë të pakten kom e kërku edhe kom e ngrit zonën që qëto mundësi me ju ofru. Edhe gradualisht në përmjet aktivizmit qytetar, kom ardhë sot në një pozit ku tash unë edhe avokoj për ma shumë mundësi për rinin, edhe ofroj të njëjtën kohë mundësi për rinin, menoj që është pa modesti, për jo pa modesti nanash, po menoj që është një rrugtim i suksesshëm sepse prej ankuesit sot jam në kritikus, motivus edhe ofrus. Unë shpesh edhe në Facebook e përmendi thëm, unë kam të drejtë me u anku për do probleme në Kosovë, sepse punoj po aq që mos me ekzistu që ato probleme. Pra sa kritikoj qaq edhe punoj për me ofru, e që kjo është e mirë, po sinqerisht kemi ndarje shumë të mëdha. Mundësit që i kanë trit në Prishtinë, nuk i kanë trit jashtë Prishtinës. Po flasim jashtë Prishtinës kështu, fush Kosovë me dalë nuk i kanë njëjtë atë mundësi sinqerisht. Mos flasim më për fshatrat ndryshme. Mandej plot në sistemin në kohën e Jugosllavisë, pra po e cekë jam 94, por në kohën e Jugosllavisë njerëz harrojnë që nuk ka qenë starti njëjtë mas luftës për të gjithë. Unë vi prej një familjes patriotike, familje që babi, domethënë mas luftës ka qenë fermer, me shkollën e mesme të përfundume, ndërsa njerëzit kanë pritë që mas luftës duhet me qenë me garu, si unë që kom udhëtu 2-3 autobusa me ndru me ardhë deri në Prishtinë, se ki 3 që i ndrojnë ka 2-3 autobusa, si këtë që jeton në këtu në qytet, moshatari jemi, s'pagun qera, s'pagun as ushqim, s'pagun as rrym, as kur gjo,
pak mos me pas pare me pagu autobusin prej rrugës B me ardhë të qendra eckom, e starti nuk është i njëjtë, nuk është. Prandaj nuk mundemi me pritë që tash edhe atëherë dhe sot e shoh për çato edhe mu mon gjallë që ky aktivizmi që është me pritë që mundësit me thonë se cili sa të mundet me mri. Jo, ka dalë se nuk është starti njëjtë, do të me qenë starti njëjtë, për me mujt na mandena me ofru. E unë luftoj që ky start me qenë i njëjtë. Luftoj për statri, për prandaj edhe unë aktivizmin e kom pas njerë në organizatën në Prishtinë, edhe kom punu në vendet në ndryshme, mandej kom vendos me qenë qendrën e rinisë Drenas pikërisht për çito. Me ju ofru mundësi trive Drenasit, të cilat nuk i kam pas ma herët, edhe vazhdimisht na si vjet në 2 trajnime që kemi mbajt, se po ta marr kohën, po me 2 trajnime që kemi mbajt, i kemi pajis me aftësi të ndryshme, me njohuri të ndryshme, 25 inclusion coordinators, pra koordinator të gjithë përfshirjes në 7 rajonet e Kosovës, që në total nëpërmjet këtyne, pra në mënyrë indirekte, unë e kom prek jetën e 12.000 trive në Kosovë. E kjo është një ndikim shumë i madh, një sukses shumë i madh, sepse ti po i trajnon 25 persona, po ju tregon se qysh është mirë me nxitë gjithë përfshirjen, edhe që kjo është ai rrugtimi që po do të thonë qysh doket në praktik kjo aktivizmi im, në sensin që mundona me i luftu çdo pabarazi, sepse thjesht pra po them starti nuk është i njëjtë. Thjesht fitness nuk ka në për do lagje, ka komuna që fitness nuk kanë. Vonë që tash janë qelë kinemat, për shembull Prizren, kinemaja Cineplex, që qelë edhe ajo kinema private, ku janë kinemat publike, ku është jeta kulturore, ku është kitëri që nashta deri sot tash TikToku e kështu e ka zbeh pak çet aspektet e njohurive, po me ditë që ekziston, po kitëri që nashta deri ta kryen shkollën e mesme nuk ka pa kur çello me sy, s'ka pa kur çysh doket me shkuar në një shfaqje teatrale, a diçka nuk kupton kjo për zhvillimin social të njerëzve. Dhe njerëz mandej thonë që kur të vinë tash krejt ta që mbledhen edhe në Universitet Prishtinës, tash na duhet me investu këta këtë njëjtë. E jo, s'është njëjtë, se kur ai e merr dikush që o rrit me violinë në dorë, me një piano në dorë, ai kur të merr me shkruan një esej për një temë caktuar, e ka kreativitetin në kolb, ky që se ka pa kur normal që si kujtohen disa ide se kreativiteti nuk lind, është lidhje krijohet, është lidhje e njohurive që i ki para prake në një kontekst caktuar, dhe aty të dukesh kreativ. Edhe unë nuk po du me nxit atë urrejtje ndaj personave që në rrit me cello, me piano, po du që sa ma shumë tri me pas qasje në çdo mundësi, edhe me zvoglu sa ma shumë qëtë gap, qëtë hapësirën mes shoqënisë, në mënyrë që në fund të ditës, pra po thëmë, kjo është e rëndësishme për neve si Kosovë, për shoqëninë tonë, sepse duhemi me mas 20-30 vjetëve duhemi me ditë çka po i japim Kosovë, çka po i japim botës, edhe po du me pas njerëz që lindin, rriten, krijohen edhe bëhen yje botërore prej Kosovës. Jo me u krenu na ma hala mas 50 vjetëve me Dua Lipën, se Dua Lipa dikur pensionohet, i hub fama botërore, edhe mo nuk e adin, na duhemi me edhe respekt, Dua Lipa është një artiste shumë e madhe, po hajde të kallëzojmë në realist, bazën ja ka dhonë Anglia. Dua Lipa nëse kishte jetu në Kosovë, zërë që kish mrin nashta me mrit që të famë botërore, nashta një person i famshëm i shbo, se kemi artista që bëhen mrena Kosovë, po famë botërore, pak problem. E prandaj po du që sa ma shumë Kosova me pas yje botërore, me pas medalje olimpike në fusha të ndryshme, me pas çmimin Nobel për diçka, pse mos me pas Kosova për shembull çmimin Nobel sikur. Edhe më që kjo është ajo ideja që na duhemi e pa i luftu që të ndasit mes neve, pa i luftu që të gap që e kemi shoqënor nuk mundim, dhe ky gap, pra po them, luftohet vetëm kur solidarizohemi me njëri tjetrin. Një problem nëse nuk është i yti, është i jemi, duhet me qenë edhe i yti, se mundet nesër mu bu pra një problem i yti. Po edhe une, nëse e kam një situatë ku jam në një pozitë të privilegjumit, una me që kryt përpjet edhe me thonë, mirë është gjithë shka, ka dalë. Gaje tjetërin, këshyre qka e ka problemin, dhe nëse mundesh me kontribu diçka me zgjidhë qatë problem, kontribo bre, minimalisht, pak të në kontribo. Mos e njëro, mos e demotivo, mos të mundo me nëzit, jo se miro, nuk është bashkë qashtu, adin t'i spedin sanët.
atë ai përballet çdo ditë me çat problem. Tritë e Kosovës sot udhtojnë me ka 3 autobusa prej edhe si po flasim me autobusa, një kambe ka prej Katunit në një komunë, ai kambe herë bën, herë s'bën, herë vjen. Ky është stres. Prej Katunit mandej prej komunës vet një autobus tjetër deri në qytet tjetër, mandej deri në Prishtinë. Për çka? Më marr me një ligjërat për dikon ai thot lek rrit. Vërtet. Faleminderit shumë për bisedën edhe shumë mesazhe mirë edhe me përmbyll episodin për sot. Faleminderit shumë, pra po them sa më shumë solidarizim mes njëri tjetrit edhe sa më shumë angazhim për të mirën e përbashkët. Faleminderit shumë. Pra, aktivizmi të rinjve nuk është vetëm reagim emocional, ai përfshin informim, edukim dhe angazhim konkret. Zëri të rinjve është gjithmonë i rëndësishëm. Kaq ishte për këtë episod të Equal Voices Podcast, shihemi në herën tjetër.